Andaj e ishte edhe gajlja më e madhe e të gjithë pejgamberëve të Allahut alayhimus salatu wassalam, që nga Ademi, edhe Nuhi, edhe Ibrahimi, edhe Musa, edhe Isa, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o Allah na jep qëndres në këtë fe derisa të takojmë. Thot Aisha radiallahu anha qohështë e natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thonë të ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini. O rrotulluesi zemrave, ma përforco zemrën time në fen tënde, la ilaha illallah. Në qoftë se Muhamedi biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alaihi pas ka pas nevojë që ti lutet Allahu Gjelle Gjelalu që t'ja përforcon zemrën e Islamon edhe ty, mirë po ju lëzit e mi, njeri ju lutet para që ka gajle ma shumë. Mos ndoshta kjo the dhe kjo thesari madh që ne i ka falë Allahu Gjelle Wala, nuk është shumë e vlerë në zemra tona që ne të lutemi para atë. Pasha Zotin e madh me di që e humbim pasurin, thëmi ja Rab, ruma pasurin. Me di që e humim dhe njëri për fëmive, o Zotë ruj fëmijët e mi, o Allah ma shëndetin ja dhe Gjelali u Likaram, o vëllazën pasuria dhe thesari ma i madhi çdo njëri për nesh është dini, është feja, është imani. E në këtë kontekst, Rabbul Alemini subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, në jetët të cilat u lexuan në rekatin e dytë, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Ata të cilët thanë Zoti është Allahu, pra besuan, pas asaj qëndruan. Pra nuk është qëllimi vetëm se besimi, qëllimi është qëndrueshmëria në këtë besim dhe në këtë fe.